Përshëndetje. Para disa ditësh, javën e kaluar, në media mu dha mundësia, duke diskutuar rreth problematikës së pronave apo investitorëve strategjik që kryeministri i bën këta nga darka në mëngjes ose në sjelltas, unë u prononcova lidhur me 3-4 raste ose të fundit në fakt që kryeministri ka në datën 30 dhjetor 2025 vendosi si kryetari i Këshillit të Investimeve Strategjike vendosi që të japi disa oligarkëve miqve të tij të ngushtë sipërfaqe toke, qofshin këto në Karavasta, në Porto Palermo dhe kudo. Unë u prononcova për pronën që ai ka dhënë në Karavasta rreth 60 hektar, 70 hektar, më falni, një biznesmen i cili është miku i tij që quhet Ilir Trebicka. Unë prononcova natyrisht që ishte një reagim i fortë i imi, kur unë diskutova që kushdo që do investoj në Karavasta, unë do marri plumbin ballit, sepse ato prona janë të familjes time, të familjes Sakrani, dhe ka patur shumë reagime, ndoshta ka patur nga këta të cilët shumica e tyre ishin prononcoheshin se ketë drejt avokat e kështu me radhë, po kishte nga ata të cilët anatemonin ku gjenin lloj-lloj arsyesh e kështu me radhë për të hedhur balt mbi familjen apo mbi mënyrën e gjenerimit të këtyre pronave. Unë nuk kam asnjë problem për t'u përsërisur kujdo, qoftë edhe kryeministrit, që kushdo biznesmen, qoftë ai afër kryeministrit apo pushtetar afër tij, që cilët u japin këtyre badakçive, hajdutëve, të cilët me paratë e korrupsionit i pastrojnë në justifikimin e investitorëve strategjik, padyshim që unë do t'i fus plumbin ballit. E kam thënë dhe vazhdoj të them, kushdo investitor që do shkoj të zaptoj tokat e familjes Sakrani, unë padyshim që do marr masat e mia dhe nuk do kursej askënd, sepse prona është e shenjtë, nuk ka kombi, familja, prona dhe feja janë gjërat më të rëndësishme në demokraci. Kështu që miq, mua nuk më intimidon as ata që futen me profile falso dhe as ata të cilët anatemojnë dhe shkruajnë pas tastierët. Unë jam këtu dhe i gjem në përballë çdo kujt i cili mendon se unë po bëj një veprim të gabuar. Prona është e shenjtë, këtë po ua rikujtoj. Askush, dhe u them të gjithë pronarëve shqiptar, të ngrihen, të bashkohen dhe të luftojnë qoftë kjo edhe me armë në dorë kundër të gjithë atyre oligarkëve dhe atyre batakçive që me VKM përfitojnë prona nga mëngjesi në darkë. Pra pronar të bërë me VKM nga kryeministri, sepse janë lëpirsa të kryeministrit. Prandaj edhe një herë miq, ngrihuni, ju pronar e kam fjalën, e kam për ju pronar, që duhet të ngriheni, të merrni qofti, merrni dhe armë të gjeni, i blini, po nuk keni i blini, dhe të ngriheni të gjithë atyre hajdutëve që juve ju vjedhin pronat me VKM apo si investitor strategjik që i bën kryeministri. Vetëm kështu mund të zgjidhet problemi pronave në Shqipëri. Problemi pronave nuk ka qenë kur problem juridik, ka qenë problem politik, dhe si problem politik nisin 45-ën, si problem politik po vazhdon. U bë thirrje gjithë pronarëve, ngrihuni dhe bashkohemi të gjithë, qofshin këto me të gjitha format, me kryengritje, me çdo gjë, të gjithë të luftojmë vetëm për të mbrojtur dinjitetin. Prona është e lidhur me dinjitetin e njeriut. Kaq është. Mirupafshim.